ne kemi bo propozime dhe nisma caktuara për të nxjerrë deklaratat të kuvendit apo për të nxjerrë vendimet të kuvendit, cilat kanë qenë në raste të caktuara, si kur ka ndodhur ndalja e referendumit të Serbisë në Kosovë, ndalja e zgjedhjeve serbe në Kosovë, dhënia për krahjes pa rezervë për qeverinë e Kosovës mbas sulmit terrorist në Banjska dhe plot raste tjera ku ne kemi edhe shpreh vullnetin tonë. Në gjitha këto kanë qenë suazat vullnetit LDK-s, të referendumit, partive politike, se sa një koordinim i mirë fillt mes vetëvendosjes dhe partive opozitare? Po. Ju thatë nuk ka arsye as logjike. Tham me përgjegjësi të plot, sepse kam qenë kryetar grupi dhe kam qenë person kyç në këto vendimarrje dhe ne kemi shpreh në mënyrë të njanshme vullnetin për të përkrahur institucionet e Kosovës, bile edhe kemi shkuar në takim, kryetari i LDK-s i ka shkuar në takim me kërkesë të kryetarit të LDK-s, ka shkuar në takim te zoti Kurti për t'i dhënë përkrahjen atë kohën kur u bllokuan policë, nëse ju kujtohet, në veri dhe raste tjera. Nuk ka qenë ftesa zotit Kurti, ka qenë iniciativa vetë LDK-s. Ka pas raste tjera më vonë, po në këtë rast po flas për situatin e jashtëzakonshme. Po, ka qenë kërkesë nisme e LDK-s dhe partive tjera politike në kuvend që kemi dhënë përkrahje. Armen, nuk me marrë këtë 6 muaj ditëshin se ka qenë jo funksional, si kryetari grupit parlamentar të LDK-s. A ka pas ndonjëherë kërkesë nga vetëvendosja për bashkëpunim të caktuar? Jo. Ndaj vot për ligjet ndërkombëtare? Jo. Domethënë, ata edhe kur janë bllokuar, domethënë na kemi pas një moment bllokimit kur lëvizja vetëvendosje, qeveria e Kosovës tentonte që të hyrat vetanake të mbledhura nga komunat, nëse janë suficit, të kalojnë në buxhetin e Kosovës, që ka qenë një shkelje e kushtetutës, sepse të hyrat vetanake nuk mund të shkojnë në buxhetin e Kosovës, sepse buxheti i Kosovës rishpërndahet në krejt territorin e Kosovës, ndërsa ato janë të hyra për shembull që janë mbledhur në Prishtinë ose janë mbledhur në Podujev dhe duhet të ridestinohen për qytetarët e Podujevit, sepse janë në destinim specifik, por janë marrë nga qytetarët në atij lokaliteti dhe duhet të përdoren në atë lokalitet, nuk janë të hyra të karakterit nacional që merren edhe në atë lokalitet, po rishpërndahen në tërë territorin e vendit, dhe kemi pas një blokadë për marrëveshje ndërkombëtare për të imponuar zgjidhjen për këtë problem, dhe ne kemi ofruar zgjidhjen mbas disa muajve është detyruar vetëvendosja që të vijë të zgjidhja që kemi ofruar ne, por nuk ka pas një komunikim të mirë fillt as për marrëveshjen ndërkombëtare dhe as për ligjet, bile ka pas plot raste ku ne ju kemi ofruar konsulencë pa ndonjë interes përfitimi politik për ligjet të cilat kanë jemi detyruar që të çojmë në gjykatën kushtetuese, ju kemi ofruar zgjidhje, ju kemi ofruar çështjen tonë afirmative dhe konstruktive, por është refuzuar në start. Pra, mendoj se praktika, përvoja e këtyre 5 viteve të fundit e ka krijuar një tregim të mos bashkëpunimit lëvizjes vetëvendosje me partnerët e mundshëm për qeverisjen e Kosovës. Pastaj problemet në qeverisje, aferat korruptive, rasti i aferës me rezerva shtetërore, rastet e aferave që kanë bëjnë me tenderat në burimor, mbi 3200 tendera në burimor, rastet e tjera që kanë bëjnë... Ashtë e korruptuar kjo qeveri, zoti Gashi? Uno? Ashtë e korruptuar kjo qeveri? Mendoj se në aspektin e perceptimit publik dhe në aspektin e fakteve juridike të ngritjes së hetimeve dhe kërkesës nga prokuroria për të ndjekur penalisht, është qeveria më e korruptuar në historinë e Kosovës, sepse po flasim me fakte, pra me kallëzime në Kosovës, me fakte. Po, me kallëzimet që kanë ndodhur nga prokuroria e shtetit, prokuroria speciale dhe prokurori tjera. Pra po flasim me fakte, nuk kemi të folë për perceptim publik, po jemi të folë me fakte. Kemi ministra të cilët janë kallëzuar penalisht, ndjekin penalisht, është kërkuar që edhe zoti Kurti vetë të dëshmoj, pra kemi rastin e rezerva shtetërore, kemi rastet që drejtori i Kekut është i arrestuar, kemi rastin ku ambasadori i Kosovës në Kroaci është i përfshirë në aferat me tregti të energjisë elektrike dhe nuk është kërkuar, dhe plot raste tjera të aferave korruptive ku në mënyrë direkte ose indirekte përfshihet qeveria Kurti dhe zoti Kurti. Pra këto janë probleme në aspektin e qeverisjes brendshme, të cilat realisht janë probleme shumë të mëdha dhe për cilat zoti Kurti ka tentuar në mënyrë mjeshtërore që të krijojë probleme tjera për të mbuluar këto probleme. Pra duke hedhur fajin të opozita, duke bllokuar kuvendin ose duke krijuar situata tjera, të cilat realisht kanë qenë problematike për te bllokada. Thjesht që nuk ka një logjikë në strategji, domthonë me çan poshtë mungesë bashkëpunimi. Përthuajse gjitha këto bllokada, gjithë këto problematika kanë ndodhur nga vetëvendosja zoti Kurti për më shef aferat korruptive? Shef, në demokraci ekzistojnë disa parime. Parimi i parë në sistemin tonë juridik është se i pari për nga rezultati është i pari për nga dhe drejta. Pra, i pari për nga rezultati zgjedhor, lëvizja vetëvendosje është ekskluzivisht
grupi politik që ka të drejtën e